Pa fije dyshimi, prisët tanë, imamët tanë, dietarët tanë, pavarësisht për niveleve të përgatitjeve të tyre, shihet aktiviteti i tyre dhe është diçka që nuk mohohet, sepse shumica absolute e popullit shqiptar e mban mirë këtë mend dhe është e memorizuar, është e skalitur përpjekja edhe të njëjtën kohë qendresa e këtyre njerëzve, dietarëve tanë, njerëzve hoxhallarëve tanë, për cilët ky popull dhe historia shqiptare i ka bërë ta prezantoj realisht se si ata kontribuan në bashkimin e forcave tona, në bashkimin e zemrave tona, sepse nuk bashkohen trupat pa u bashku zemrat dhe shpirtat dhe idealet tona. Edhe kontribuan në forma të ndryshme, sidomos në ruajtjen e kompaktësisë dhe atij unitetit në të cilin në atë kohë regjimi totalitar serboslav që tentoi në çdo aspekt të hapte plagë. I dashuri Blerim, na jemi dëshmitar të këtyre rrethanave dhe këtyre rrjedhave, ku me një pushk, do thot pushteti serboslav, ka arrit të i hap 7-8 gjaçe në mesin e shqiptarëve. Këti ja ka marrë, ja ka dhënë atij tjetrit me ata, u shku e ka vëra këta, gjithmonë domethënë tu i nxit edhe tu munu. Për këtë arsye, hoxhallarët tanë gjithmonë kanë qëndru pranë këtyre familjeve të prekura, të plaguara në kuptimi shpirtërisht, edhe besa të viktimizuara, qoftë nga pushteti i kohës, por qoftë edhe nga rrethonat në të cilët jetonte populli shqiptar në asaj kohe.